Shërbimi veterinar në Shkodër ka nisur fushatën e gjurmimit e cila do të zgjas deri në fund të muajit nëntor për tuberkulozin të kafshët, një sëmundje që mund të ndikojë si në shëndetin e baktive, ashtu edhe në sigurinë ushqimore. Ndonse nuk ka asnjë rast të dyshuar, sërish do të gjurmohet dhe matrikullohet në çdo fermë. Jemi në fazën e gjurmimit të tuberkulozit në rang qarku, ndonëse në vitin 2024 kemi përfunduar gjurmimin edhe nuk kemi pas asnjë rast në tuberkuloz. Do të nënshtrohet kontrollit të gjithë gjedhet nëpër shtëpia dhe kërkojmë bashkëpunimin e çdo fermeri të bashkëpunojë me veterinerët e shërbimit për matrikullimin edhe vaksinimin kundër tuberkulozit. Deri në fund të nëntorit do përfundohet gjithë monitorimi i tuberkulozit në rang qarku. Kontrollet po kryen në të gjitha njësitë administrative të qarkut në bashkëpunim me fermerët dhe specialistët e terrenit. Deri më tani nuk është konstatuar asnjë rast pozitiv, duke konfirmuar se situata vijon të jetë e qetë në territorin e qarkut Shkodër dhe totalisht nën kontroll sa i takon kësaj sëmundje. Kjo fushatë ndërgjegjësuese dhe gjurmuese do të vijojë me qëllim parandalimin, monitorimin e vazhdueshëm dhe garantimin e shëndetit të kafshëve dhe konsumatorëve.